Viteve të fundit, çdo herë më shumë po rritet varësia ndaj substancave narkotike, ndërsa po ulet mosha e personave që i konsumojnë. Doktor Zef Komani, psikiatër, tha se situata në komunën e Gjakovës është tetë shqetësuese, duke qenë se keqpërdorimi me substanca po rritet, e duke theksuar se si faktor konsiderohet edhe afërsia e kufirit me Shqipërinë. Fatkeqësisht duhet të flasim për komunën tonë, unë mendoj që situatën e ke mjaft dopt, mos them të keqe, shqetësuese është. Ndoshta mund të krahasohet me komunën e Ferizajt apo Gjilanit. Ndikimi më i madh i keqpërdorimeve këtu, edhe uljes moshave, unë frikona që është edhe shkaku i afërsisë kufinit. Fatkeqësisht duhet të themi që Shqipëria një kohë gjatë, edhe pse ka filluar që të stopohet ajo dukuri, ka qenë eksportues i marihuanës. Po ashtu, doktor Komani, duke treguar një situatë varësie ndaj substancave, tha se në vend këto substance janë lehtë të qasshme nga të gjithë, duke potencuar se kjo tregon që niveli i sigurisë është i ulët. Njeri i cili nuk ka qenë në Kosovë, as në Gjakovë, 7 vite, për një gjysore e gjon. E që është nuk mundu me gjetë unë për shkak nëse jam faktori sigurisë. Doktor Komani shtoi se në këtë aspekt familja ka një rol dominues, sepse nëse të dy prindërit janë të punësuar, ai fëmijë ka më shumë prevalencë që të jetë konsumues i substancave. Problem multidisciplinar. Mirë po që familja luan një rol dominant këtë aspekt. Si duhet të zgjidhet ky problem ose të ndihmojmë në zgjidhjen e këtij problemit? Spari duhet që familjet jenë më të angazhuar, më të organizuar, për arsye se hulumtimet e mëhershme, tani më nuk ka hulumtime në Kosovë, fatkeqësisht hulumtime ka shumë pak, më vonë du më tregu edhe pse ka. Kanë tregu që fëmija, kur i kanë pas 2 prind të punësuar, kanë pas prevalencë më të madhe, apo ka qenë numri më i shpeshtë i atyre që të kanë përdoru drogat ndryshme. Nëse arsimtarët dhe profesorët vërejnë sjelljen e nxënësit, ata duhet që të bëjnë thirrje të menjëhershme tek prindërit dhe profesionistët shëndetësor. Unë mendoj që secili arsimtare, profesor, profesore, s'po flasim për mësues se ende nuk kemi në moshën më të vegjël, mund ta vrejnë sjelljen e një nxënësi. Nëse vrehet sjellja e nxënësit, edhe pse nuk kemi psikolog të mjaftueshëm nëpër shkolla, edhe pse përgatitja e psikologëve lën për të dëshiruar, të dërgohen, të thirrën prindë edhe të dërgohet tek profesionistët e shëndetit mendor, të psikiatrat. Pastaj edhe aspekti i sigurisë, domethënë policia, që të luftohet më shumë në mënyrë që të zvoglohet oferta. Këto janë, domethënë, gjitha mundësitë e zvoglimit të problemit. Mes tjerash, doktor Komani pohoi se pa detoksikim dhe pa shërim substancial nuk ka zgjidhje për varësinë.